5 shenja që të regojnë se si e mirë ose si e i kënaqur me veten. E para, kritikon vazhdimisht veten ose të tjerët. Gjatë gjithë kohës ke diçka për të cilën ti duhet ta kritikosh dikë, ta gjykosh sjelljen, reagimin, veprimin, çdo gjë, pamjen, çdo gjë tek tjetri ose tek vetja. 2. Krahason veten tënde me të tjerët gjatë gjithë kohës, ose shumë shpesh. Gjithmonë ti duhet të jesh më mirë ose shumë më keq nga të tjerët. Dhe këtë gjë e bën në mënyrë sistematike. 3. Inatosesh vazhdimisht diçka të bezdis dhe je në gjëmba, je në alert. Gjithë kohës të jesh në sulm, të jesh në inat, nuk e duron do diçka, por edhe kur të pyesin që po ç'pate, pse u inatose, ti edhe aty në ato momente nuk ti ta shpjegosh, vetëm se thua që nuk e duroj dot, inatosem shumë. 4. Vendos gjithë kohës veten në dyshime për vendimet që ke marrë, për mendimet që ti ke, për ndjesitë që ti ndihen, për ty në tërësi. Dhe 5. Nuk merr gëzim nga asgjë. Nuk të kënaqin gjërat. Ndihen që okej, janë mirë, ndihem okej, mund ta kapësh veten duke e thënë këtë gjë, por nuk ndihesh realisht aty, nuk ndihesh sa i gëzim të përfshin dhe ti je brenda kësaj ndjesie. Pra ti merr maksimumin e asaj ndjesie. Të gjitha këto janë shenja që tregon se diçka nuk shkon mirë mes teje dhe vetes tënde. Pozitive është ti hedhësh pak më shumë syt edhe nga ti dhe të merresh pak më shumë edhe me ty realisht. Dhe sigurisht në këto raste hyn edhe ndihma psikologjike, mbështetje psikologjike, këshillimi psikologjik, të cilat mund të ndihmojnë të gjesh ku qëndron problematika dhe sigurisht të mundesh të marrësh një ndihmes më të orientuar, më profesionale sigurisht, që ti të kanalizosh një stil jetese edhe më funksionale dhe sigurisht të ndihesh më mirë në përditshmërinë tënde.